Dy nga kontratat më të mëdha koncesionare në shëndetësinë shqiptare, check-up dhe hemodializa, kanë përfunduar afatin e tyre dhe administrimi i tyre i kalon shtetit. Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Evi Sala, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, tha se të dyja këto shërbime do të merren nga qytetarët pa ndërprerje, po njësoj siç ka funksionuar deri tani. Ndryshimi prek vetëm mënyrën e menaxhimit të kontratave dhe jo aksesin e qytetarëve në kontrollin bazë shëndetësor apo në trajtimin me hemodializë. Shërbimi i check-upit dhe i dializës që përkatësisht përfundojnë në shtator dhe në nëntor, të ofruara për momentin nga koncesionari, merren dhe në dorëzim dhe ofrohen nga shteti. Për më shumë se një dekadë, shërbimet e check-up dhe hemodializës u ofruan nga kompani private në bazë të kontratave të partneritetit publik-privat, ndërsa financoheshin nga buxheti i shtetit. Koncesioni check-up nisi me procedurat e tenderimit në vitin 2014, ndërsa kontrata hyri në fuqi në janar 2015 me një afat 10 vjeçar që përfundoi në vitin 2025. Programi u krijua për të ofruar kontrollin bazë shëndetësor falas për qytetarët e grupmoshës 35 deri 70 vjeç në të gjithë vendin përmes rrjetit të qendrave shëndetësore dhe laboratorëve të kujdesit parësor. Vlera fillestare e kontratës ishte rreth 13.8 miliard lekë ose afro 100 milion euro. Ndërkohë koncesioni hemodializës u nënshkrua në shkurt 2016, gjithashtu me një kozgjatje 10 vjeçare duke përfunduar në vitin 2026. Vlera e kontratës llogaritet rreth 8.6 miliard lekë. Kontrata kishte si synim zgjerimin e aksesit për pacientët me insuficiencë renale kronike përmes ngritjes së qendrave të reja të dializës në spitalet rajonale. Fillimisht shërbimi u ofrua në 5 spitale rajonale: Shkodër, Lezhë, Elbasan, Korçë dhe Vlorë, ndërsa pacientët e Tiranës vazhduan të trajtoheshin kryesisht në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Krahas koncesionit, FSDKSH-ja financonte edhe seancat e dializës në spitale private të kontraktuara. Pacientët referoheshin në këto struktura sipas nevojave të shërbimit, ndërsa pagesa kryhej nga fondi pa kosto për pacientin.